Nëse dëshiron mu bo ambasador, dush me ble shtëpinë që gjendet te ambasadat. E kjo shtëpi është shtëpia e duhur. Shtëpia i ka 3.5 are. Banim janë 300 metra katror, e ndarë në 2 hymje. Kjo shtëpi ka adresë prej para luftës e deri disa vite pas luftës është përdorur nga organizata botërore e shëndetësisë. Pastaj është përdorur nga ambasada e Slovenisë dhe së fundmi nga ambasada e Slovakisë. Kjo shtëpi e bukur është e shtrirë në 3 etazha ose 3 nivele. Hymja e parë është kjo këtu dhe hymja e dytë është nga ana e kundërt. Këtu jemi në qëndrimin ditor tek këtij kati të shtëpisë. Kjo e ka kuzhinën ndaras dhe 3 dhoma xhumit në katin sipër. Po ashtu e ka një banjo, një shpajzë dhe një WC. E mos të harrojmë, këto shkallë janë tejet të bukura dhe antike, nuk dalin nga moda. Kjo që kem brapa është njëra dhomë e xhumit. Këto i kemi edhe 2 dhoma xhumit të tjera, njëra dhe tjetra. Po ashtu është edhe një banjo komplet e renovuar. E veçantë shtesë e kësaj dhome është edhe pamja unike nga balkoni. Eja shikoj. Është pamje panoramike. E nëse pyet për çmim, është tejet i volitshëm. 420.000 euro vjen shtëpia me 3.5 are.